lahuta, një nga instrumentet më të vjetër dhe më simbolik të kulturës shqiptare, është zyrtarisht pjesë të listës së UNESCO-s për trashëgimin kulturore jo materiale të njerëzimit. Ky vendim i rëndësishëm vjen si njohje e vlerave të jashtëzakonshme që lahuta mbart jo vetëm si instrument muzikor, por si një urë lidhëse mes brezave dhe një dëshmi e gjallë e historisë, epikës dhe identitetit shqiptar. Prej shekuj tingulli i lahutës ka shoqëruar rrëfimet epike, këngët e kreshnikëve dhe momentet më të rëndësishme të jetës në trevat shqiptare. Tani kjo traditë merret në mbrojtje dhe vëmendje ndërkombëtare, duke u futur mes pasurive kulturore që bota i konsideron të pazëvendësueshme. Dosja e lahutës në UNESCO është dërguar në mars të vitit 2024, ndërsa bërja pjesë e saj është rezultati një procesi të gjatë kërkimor të udhëhequr nga grupi i studiuesve Vasil Tole, Shaban Sinani, Rigers Halili, Armanda Hysa dhe Suzan Oxhi. Pas polifonisë, shtektimit të bagëtive, kthimit të tropojës dhe xhubletës, lahuta i bashkohet listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, duke bërë që Shqipëria jo vetëm të kremtojë një traditë shekullore, por t'i jap botës një arsye më shumë për të njohur dhe vlerësuar kulturën tonë.